Kjo pishinë do t'ju bëj të përjetoni makthet më të këqija. Unë kam parë pishina që duken si një pjesë e parajsës, ato që duken si skena nga një film horror, të thella, të mëdha dhe plot me qoshe rënqese. A mendon vërtet dikush që këto ide për pishina janë të bukura? Ka plot pishina të shpërndara në përbot, në hotele dhe disa apartamente luksoze. Këto ambiente janë të veçanta dhe ofrojnë një vend ku njerëzit freskohen, të argëtohen gjatë motit të nxehtë, të ushtrojnë dhe të përmirësojnë aftësinë e tyre fizike. Ato ofrojnë gjithashtu një mjedis social ku njerëzit mund të mblidhen, të pushojnë dhe të shijojnë shoqërinë e njëri tjetrit. Nga format e tyre fantastike të bukura deri te vet uji, pishina është një vend i bukur për të shkuar. Madje edhe uji mund të shtojë dëshirën, veçanërisht kur është kristal i pastër dhe treqës. Ato shpesh janë të vendosura në mjedise të bukura në natyrë, si për shembull buzë oqeanit, në një obor të rrethuar me pemë, ose në çdo vend ku notarët mund të kenë një pamje panoramike të mjedisit të tyre, sepse mjedisi përreth kontribuon në bukurinë e përgjithshme të pishinës. Por jo të gjitha pishinat janë krijuar në mënyrë të barabartë. Disa janë të përsosura për kohën familjare dhe momentet e ëmbla në çift, dhe të tjera janë shumë të frikshme për të qenë të vërteta. Edhe pse pishina është vendi ku shumica prej nesh dëshirojnë të jenë gjatë verës, të zhytur në ujë të freskët dhe të pastër, nuk mund të shkosh në asnjë pishinë vetëm sepse është e famshme. Një pushim i bukur mund të bëhet i thartë shumë shpejt nëse përfundoni në ndonjë nga pishinat në këtë video. Ato do t'ju japin makthet më të çuditshme. Le t'i shohim. 1. Nemo 33, Bruxelles. Një pishinë me shpella në ujore. Do ta provoj. E mbushur me 2.5 milion litra ujë të ëmbël që rrjedh në 35 metra thellësi, Nemo 33 është pishina e preferuar e zhytësve. Është e mbushur me dritare që lejojnë notarët të shohin pjesën tjetër të hotelit. Përveç kësaj, pishina është plot me kthesa dhe kjo është pjesa që është një makt për shumicën prej nesh. Imagjinoni duke notuar dhe më pas të përfundoni në një shpellë të errët. Dua të them, çdo gjë mund të fshihet atje, duke pritur që të zhyteni para se të hidhet mbi ju. Për të mos përmendur që pishina mund të jetë e përhumbur, ata nuk do të tregojnë nëse ndonjëherë diçka ra në fund dhe nuk doli kurrë. Unë personalisht nuk do të doja të isha në këtë pishinë. 2. Shtëpia e Moroskopium në Madrid. Arkitektët gjithmonë e shtyjnë veten drejt kufive dhe dizajnet e tyre futuriste janë atje si provë, por ndonjëherë ato bëjnë shumë. Këtu është një pishinë në shtëpinë në Hemoroskopium në Madrid, që sfidon gravitetin. Pishina prej 400 metra katror është bërë nga struktura të mëdha çelikut parafabrikuara dhe trar betoni, si ato që përdoren ura. Çeliku dhe betoni janë super elastik dhe të qëndrueshëm, por çka nëse kjo pishinë është e frikshme nga çdo kënd, si për notarin ashtu edhe për spektatorin. Kush dëshiron të jetë thellë në një pishinë që fjalë për fjalë është e varur në ajër? 3. Sky Habitat Swimmable Bridge. Gjithçka rreth këtij dizajni është një makt për njerëzit si unë që i duan shtëpitë e thjeshta, nga një anë, një matricë 3D e shtëpive me terasa dhe kopshte të përbashkëta. Tani le të flasim për pishinën e pafundësisë. Është një vend i bukur për të qenë në një ditë me diell në Singapur, dhe gjelbërimi natyror vlerësohet shumë sepse Singapuri bëhet shumë i nxehtë gjatë ditës. Ka edhe bim të gjalla buzë pishinës, kështu që është një vend i përsosur për pushime. Por ajo ndodhet pikërisht në kulmin e ndërtesës, është ura më e lartë që lidh dy strukturat, të cilat janë 130 metra të larta. Mos hyni në këtë pishinë nëse keni frikë nga lartësitë, ose përndryshe do të keni trauma. 4. Pishina e Drakulës. E vendosur në Sao Paulo, Brazil, pishina e Hotel Unique është gjëja më e frikshme në këtë listë, jo sepse ka përbindësha brenda saj, por sepse duket sikur Drakula ka një banj gjaku. I njohur lokalisht si Shalqiri, Hotel Unique ka formën e një gjysmëëne që të lë pa frymë. Dhomat janë pjesë e një dizajni elipik që më bën të më përzihet barku, por pishina e tyre jashtme është edhe më mashtruese. Për projektuesit e këtij hoteli nuk ka asgjë të keqe në të. Madje ka edhe muzikë në ujore. Nuanca e kuqe e pasur dhe realiste nuk është në fakt nga uji, por nga pllakat e kuqe të përdorura në fund të pishinës. Cilat do qoftë arsyeja që ata kishin për përdorimin e pllakave të kuqe, nuk na tërheqin shumicën prej nesh. Për mua është një makt i vërtet. 5. Sky Park at Marina Bay Sands. Nëse keni parë ndonjëherë një vark të bjerë nga një ujëvar, ju e dini se çfarë mund të ndodhë. Nëse afroheni shumë pranë buzës kësaj pishine, që për informacionin tuaj nuk ka shina. Marina Bay Sands Sky Park
është një hotel luksoz me vendodhjen strategjike për të dhënë një pamje 360 gradë të Singaporit. Pishina e pafundësisë është në katin e 57 dhe lidh tre kullat e hotelit, kështu që ju mund të shikoni hapësirën e qytetit, sepse nuk ka asgjë tjetër veç një copë xhami me tela mes jush dhe pamjes. Por nuk mund të biesh nga skaj. Në buzë të pishinës është një mur dhe buza e dheur e pishinës së pafundësisë është vetëm një iluzion optik. 6. Bandra Tower Balcony Pools, Mumbai. Nuk ka asgjë të keqe të jesh artistik me dizajnet e ndërtesave, por kushdo që ka projektuar këtë duhet të jetë gati për diçka. Unë e kuptoj atë që ata po përpiqen të bëjnë këtu. Bëjni klientët e çdo kati të kenë një pishinë private, në mënyrë që të mund të zhyten pa u parë nga një grup njerëzish, por nuk ka mundësi që unë të notoj në një pishinë të mbrojtur nga asgjë, përveç se nga xhami. Ato xhama mund t'i nënshtrohen presionit dhe plasaritjes, dhe ti nuk do dëshiroje të ishe në atë pishinë në katin e fundit kur kjo të ndodh. Do të bini shpejt dhe gjëja e parë që do të goditni do të jetë dyshemeja e fortë jashtë hotelit. Dikush me të vërtet mendoi se varja e pishinave në balkonin e një ndërtese 30 katëshe ishte një ide e mirë. Sa e sigurt? 7. Holiday Inn, Shanghai Pudong Kaqiao. Kina po bëhet shumë e mirë në shërbimin e turizmit dhe më pëlqen absolutisht ajo që ata bëjnë me Holiday Inn. Përveç pishinës me konsol që më trem me zvaritjen. Noti në një pishinë të varur në ajër nuk është zgjidhja ime e argëtimit, por nëse arkitektët mendojnë se është mirë, atëherë në rregull. Pishina e konsolit Holiday Inn ndodhet në katin e 24, 100 metra mbi nivelin e tokës, pa asgjë poshtë jush, përveç një xhami. Fundimi i thellë është rreth 70 metra nga toka, ndërsa pjesa tjetër e pishinës është brenda. Jam i sigurt që ndihesh sikur të notosh në ajër, sepse mund të shohësh gjithçka poshtë teje. Do të idhesha shumë më herë nëse gjeja veten në atë pishinë vrasëse. 8. Sanctuary Retreats, Tanzania. Sanctuary Retreats është një vend mjaft i bukur ku mund të vizitoni dhe shijoni natyrën. Mjedisi është kaq i qetë, madje ka edhe një varg për të marrë pasagjerët për një lundrim në lumin Nil. Gjithçka është perfekte derisa të hyni në pishinën e tyre të pafundësisë. Ndodhet mu në mes të natyrës dhe është i rrethuar nga kafshë tegra, e kam fjalën për antilopat, zojsh dhe elefantët. Nuk ka asnjë garanci që maset e mëdha nuk vijnë këtu për të luajtur. Nuk e di për ju, por nëse jam në një pishinë, më mirë të shoh njerëz të tjerë me dhëm normal, sesa një tufë kafshësh të egra që kërkojnë vaktin e tyre të ardhshëm, edhe pse karoja me përvojë 24 orë në 7 ditë javës në shtëpisë për të siguruar që të ftuarit jenë të sigurt dhe asnjë kafshë të mos i ka përcej kufit. Shumica e të ftuarve nuk duan të rrezikojnë. Sinqerisht, as unë nuk do ta bëja. 9. Deep Dive, Dubai. Nëse mendoni se Nemo 33 ishte i çmendur, prisin derisa të shihni Deep Dive në Dubai. E vendosur në Nad Al Sheba në Dubai, Deep Dive Dubai marr rekordin botëror Guinness si pishina më e thellë në botë. Është 60 metra e thellë dhe mban 14 milion litra ujë. Nemo 33 ishte vetëm 2.5 milion litra. Pishina ka formën e një goce gjigante me brendësi të projektuar që të mund të duket si një qytet i fundosur. Tani këtu fillon problemi. Kërkuesit e emocioneve shohin atë si një mënyrë për të zbuluar një dimension të ri në New York, por aventura nuk e heq faktorin e zvaritjes nga kjo pishinë. Çdo se brenda kësaj perle duket sikur një fantazëm shihet pas saj. 10. Crocosaurus Cove. Dhe pishina më e frikshme ndodhet në gjirin e Crocosaurus, ku vizitorët notojnë me krokodil të vërtet, të etur për gjak, deri në 5.5 metra të gjatë. Pse dikush do të dëshironte të notonte pranë këtyre bishave ujore, çfarë ndodhi me notin me delfinët? Në gjirin e Crocosaurus, ju mund të merrni një pamje nga afër të krerëve të mëdhenj brenda pishinës së vdekjes. E di që tingëllon çmenduri, por vizitorët thonë se këtu ndodh gjithë argëtimi. Pra, Crocs kanë një vend të mbyllur të quajtur pellgu i vdekjes dhe notarët duhet të ngjiten në një shkallë të ngushtë në kafazin e vdekjes plot me ujë dhe më pas të zhyten në pishinë. Sikur kërputat të mos jenë mjaft të frikshme, kafazi do të ngrihet në 3 kafazë të veçantë që do të thotë se duhet të përballeni me ngritje në ajër rreth 3 herë gjatë udhëtimit tuaj. Sigurisht që nuk është për mua. Pra, cila mendoni se është më e çmendura? Jepni mendimin tuaj në komentet më poshtë. Vazhdigjojmë në videon tjetër.